direkt nga Tirana, unë po besoj që me të rejat e fundit nga atje do t'i kuptojmë në kohë reale nga ndonjë lidhje tjetër direkte në qoftë se është e mundur dhe në qoftë se është e rëndësishme të bëhet në Kosova Today. Mirë, nga Gremisa kalojmë në një linjë tjetër të drejt për drejt. Ali Dula, profesor njohës i Turqisë, është me ne në linjë drejt për drejt dhe natyrisht doja pak kontekst lidhur me këtë vizitë të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për inaugurimin e një xhamie, si ajo e Namazgjas. Zoti Dula, mirë se vjen Kosova Today, pse duhet një president i një shteti të vinë për të përuruar një xhami? Është përshëndetje për gjithë dhe po ashtu për gjithë aty në pranishëm në studio, është krejtësisht një gjë normale, është një investimi domethënë i qeverisë turke dhe nuk është era e parë që vjen domethënë zoti Erdogan në Ballkan, veç mes në shtetet shqiptare. Siguria, zhvillimi dhe përparimi domethënë i Turqisë varet edhe nga steret e saj domethënë të afërta toksore. Dhe një zhvillim domethënë pozitiv i ekonomisë në Ballkan sigurisht që është një garantues po ashtu në këtë kuptim për Turqinë. Në këtë kontekst, zoti Erdogan vjen me një histori të një prosperiteti ekonomik, po ashtu veçanërisht me iniciativa domethënë pozitive ekonomike nga Turqia në Ballkan, ka përforcuar domethënë një ndikim po ashtu në rajon dhe sigurisht ka vazhduar domethënë fuqizimin e sipërmarrjeve dy palëshve të cilat realisht një kohë të gjatë kanë qenë të fokusuar në investime të ndryshme domethënë të Turqisë veç mes në prodhimtari apo edhe në infrastrukturë në këtë pjesë të Ballkanit. Unë mendoj që në këtë kontekst zoti Turqia në këtë rast konkretisht presidenti Erdogan dëshiron po ashtu që të bëjë edhe një përforcim të ndikimit të Turqisë në këtë pjesë të Ballkanit perëndimor, e cila u dobësua në një kohë kur filloi domethënë lufta në Siri, pastaj edhe në vazhdën e disa problemeve ekonomike që u zhvilluan në periudhën e pandemisë, devaluimit të monedhës turke dhe të tjera. Mirë po, duhet mos ndërprerni sepse unë nuk jam aty afër që të shpreh mendimin domethënë kështu në mënyrë të kollajshme. Pse tash domethënë pikërisht në këtë kohë vjen zoti Erdogan, unë mendoj po ashtu që edhe nga aspekti politik duhet shikuar domethënë nga prizmi i një raporti të Ballkanit me Brukselin, duhet shikuar po ashtu një raporti domethënë të Ballkanit me Berlinin dhe Parisin dhe në këtë rast zoti Erdogan vjen në Ballkan në kohën kur Ballkani është përmbytur me këshilltar të huaj, me të deleguar të posaçëm, me të deleguar të huaj dhe në këtë rast po ashtu dëshiron që të përçojë edhe një mesazh të një rregullimi domethënë ose stabilizimi të gjendjes së Ballkanit veç në raport domethënë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ofrohet po ashtu dhe si një partner jashtëzakonisht. Dhe pikërisht këtu zotri Dula, me që përmendin vizitën në Ballkan, Kosovën dhe Serbinë, atëherë pse e la jashtë Kosovën? Pse shkon në Tiranë e në Beograd e jo në Prishtinë? Ashtu këto çështjet e vizitave sigurisht që rregullohen brenda raporteve dhe marrëdhënieve shtetërore, domethënë në këtë rast kishte një shkas për shkuar në Shqipëri dhe sigurisht që ka edhe një shkas në Serbi që do të shkojë dhe nuk do thotë që nëse bën një tur një president i shtetit që do mos të vijë domethënë edhe ta përfshijë domethënë gjithë Ballkanin perëndimor. Kjo është çështje domethënë e agjendave të ndryshme të cilat organizojnë shtetet të ndryshme mes vete dhe sigurisht që këto raporte i rregullojnë sigurisht edhe lider domethënë të cilat janë domethënë të kujdesshëm mes dy shteteve, domethënë e shoh krejtësisht normale domethënë vizitat që i bën dhe agjendat të cilën rregullon vetë zoti presidenti Erdogan. Nuk shoh asnjë diçka domethënë të dyshimshme të shqetësuese në këtë rast. E qartë. Faleminderit shumë zoti Dula për këtë hyrje që na bët këtu në Kosova Today. Do të presim herën tjetër në studio. Kënaqësi të kishim. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit. Këtu në studio me ne janë edhe zotëria